Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur hoxhallar, musafir, xhamatli, gjithë ju pjesëmarrës të këtij eventi, i cili sot me datën 26 tetor të vitit 2025, ditë e diele, një ditë e bukur me shi, një ditë e bekuar, me lejoni t'ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e paqes, përshëndetjen madje banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se keni ardhur të gjithë. Veç se cili e ka pozitën e madhe në shpirtin dhe zemrën tanë. Më keni nderuar shumë. I nderuari Hoxha Ulve, faleminderit shumë për pjesëmarrje të këtij eventi ton. Allahu të bekoft edhe të falenderoft. Allahu shpërblet. Hoxh bashkim, i cili vjen nga Bajram Curri, nga tropoja jonë e bekuar, mirë se ka ardhur me vllahun ton shumë të dashur Xhem Nezën, një aktivist shumë i madh i çështjes kombëtare, edhe na shqiptarë të Kosovës ju kemi bërç shqiptarisë e Shqipërisë e në veçantë tropojës. Inshallah Zoti këta i ruan për mbështetjen edhe logjistike, edhe teknike, edhe ushtarake, edhe gjitha humanitare të paqes deri në kiamet na nuk mundun me ju dal hakush me burra. Gjithsesi edhe Eli ka ardhur bashkë me Zotëre Xhemen, Allah i shpërbleft. Në krahun tim të majt e kam Hoxhën Idriz, i cili ka ardhur nga Tirana. Edhe kështu me këshyr pak me ndrydh, ky veç del zemzem. Allahu ta e ruaj. Shumë respekt se pjesën më të madhe të kohës se kalon në Mekën e bekuar. Allahu ta e ruaj, qofti i bekum. Hoxha Valën nga Zhegra e Agim Ramadanit. Mirë se ke ardhur. Shoku jam edhe shumë nderuar. Hoxha drejton Rahmani nga Kuksi. Kuksi sikurse edhe Bajram Curri, e plot qytete e qyteze të Shqipërisë ju kemi bërç na vëllezërit e vegjël, vëllezërve të mëdhej. Mirë se ka ardhur. Imam në Fushkruj, ajo Fushkruja edhe krejt ato fusha, ato lugje, ato vende të bekume që na kanë prit në kohën më të vështirë të mundshme, kur bërçin s'kena me ujtë me la, por me dua Hoxha Ulve na shta mundu më ju afru pak. Me emër të Allahut. Mirë se ka. Më duhet me përshëndet babën tam, Haxhi Xhaferin, sepse e lyp rendi edhe zakoni, po edhe urdhni i Zotit para së gjithash. Baba jam shumë i dashur Xhafer Latifa, i ky është baba jam. Allahu e rujt. I dashuri komandant Jetullah Selman Gradica, shoku jon i luftës, komandanti jon, respekt për ty shumë. Isa vjen nga Gollaku. Nga Gollaku i madh i Zahir Pajazitit, ati heroj ton të madh, rahu i djathtë i Adem Jasharit. Shumë respekt Isa, më ke nderuar shumë. Allahu dasht. Pastaj këta dy vëllezërit arkitektat ton kanë ardhur e na kanë nderuar. Edhe Haxhi Rasimin këtu e kemi, një plak shumë të bekum bashkë me Haxhi Muharremin, i cili është mejzini më i vjetër i trevës ton. Çu dorën Haxhi. Allahu e rujt edhe bekoft. Kan, Ulvi, Hoxhën Ulve? Ky tjetëri, ky Haxhi Muharremi tjetër, është edhe bab dëshmori, edhe vëlla, edhe miq dëshmori. Kështu që janë të lidhura ngusht, një binom i jashtëzakonshëm. E ka një histori shumë interesant, po herave tjera do të tregoj. Labinotin shumë e respektoj edhe nderoj, cili ka ardhur baba i tij, ka bënë aktivitet të jashtëzakonshëm në kohën shumë të hershme, para 30 vjetë ka qenë edhe shoferi Anton Qetës, edhe tregon një detaj shumë interesant për Anton Qetën, që thot asnjë pajtim i gjaqeve nuk më ka dështu pa e pajtu nëse kum lis me bismillah, edhe pse ka qenë i besimit katolik. Ky është dëshmitar e cili ka tregu këtë ngjarje. Është më rëndësia e bismillahit, të dashurit e mi. Liridon Hutin e kemi drejtar të krimeve kibernetike, nivel kombëtar, mirë se ka ardhur. Allah i shpërbleft. Bacen Imer e kemi një aktivist të madh të anës shëndetësore në komunën e Gjilanit, ka ardhur bashkë me Hoxhën Valën. Hasan Vitakun, shumë respekt për ty, i dashuri. Haxhi Skanderi, e të gjithë të tjerë të prezant, ju lutem nëse dikujt na hin hak, më falni, por me siguri se kjo oda e Bacit Met është shumë krenar sot që i ka prezent këta burra të mrekullueshëm. Rendi e lyp me hap këtë event pas kësaj përshëndetje me fjalë të Allahut. Kush ma bukur
do të na i këndoj se Enfali i biri profesor Muhamedit e nipi Hafez Idris Darmakut. Një 3 ajete, 4, 5, sot atë të zemra jote. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر خجرنا أكيد نكيفان هذا كتو أفر مية يا نكمل تلاش بوت هذا ما مير كل فيش كتو أفر مية الله الداشت Hoxha Armand Hoxha Armand e përshëndes mirë se ka ardhur. Allah i rujt afër meje këtu. Allah i rujt e shumë respekt. Edhe kam shok, por edhe kam koleg, por më shumë e kam shok se kam koleg. Hoxha është e. Allah i rujt. Vllazëm pa humb kohë me padurim fjalën ja dha hoxhës dietarit ton Ulve Fejzullahut, i cili ka ardhur nga lugina e Preshevës. Aja pjesë e cila ka mbet, qysh ka mbet, por më shprej se besë, të lumin Allah që aja do t'i kthehet origjinës të vetë, venit të vetë, shtëpisë të vetë. E pa fije dyshimi, kur këta kufi administrativ të cilët na i kanë vënë të tjerë pa të drejtë, fshihen nga shpirtat dhe zemrat tona, i madhi Zot do të na mundsoj edhe të i realizojmë edhe në tokën tonë. Hoxh, fjalën e ki. Fjalën qendrore është e jotja. Me këshilla, me udhëzime, me mirësi, me begati, ne i fresko këta shpirta. Sidomos këtë kohë ku na u kanë bombardu truni e shpirti e zemra prej këtyne fushatave të cilat vallojnë jemi lodh. E për këtë arsye e kemi bërë që mu ul, mu knaq, edhe komplet mu u zhvesh prej atyne bombardimeve të mëdha që i ka truni edhe shpirti prej informacioneve jashtë xhamisë. Këtu të gjithë jemi një, Zotin e falenderoj, respekt. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala alladhina istafa wa ba'd. Hamdallahu azza wa jall për çdo gjë. Salavatet dhe selamet pejgamberit të Allahut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I lutemi Zotit Gjelle Gjelaluhu me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta. Falja e tij, rahmeti i tij, le të jetë mbi ne gjithë, mbi prindërit tanë dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtaret deri në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu të nderoft
hoxha jonë i nderuar dhe i respektuar Molla Fatmir. Një falenderim dhe një mirënjohje kështu po mundona me formulu. Prej më të madhit mosh dhe ndije deri te ai më i vogli, Allahu ju nderoj dhe ju shpërblift. Amin. Unë nuk e kom bo mend që është kjo përbamje kështu, kështu që nuk po ndina shumë i lirë nga të në xhallarëve në këtë mënyrë, po të zika ndonjëherë taksiratin këtë mënyrë, Allah i nderoftë, Allah i shpërbleft. Për shkak ka një kohë Molla Fatmiri që në ka bo me dije për këtë tubim dhe për shkak të respektit kohës, nderimit gjithve, kam nda veçu disa fjalë dhe fjali për me respektu edhe tubimin edhe me xhlisin edhe me respektu kohën. Andaj në shpejtësi duke ju lutë Allahut Azza wa Jall që mos bona i tepër, por ta respektoj orarin dhe kohën, dëshiroj ta them këtë fjalin fillimisht, para kujt dëshirojmë që ne qëndrojmë. Para kujt pra ne dëshirojmë dhe synojmë ne që qëndrojmë. Kemi njerëz të cilët njerëz kanë dëshirë me u taku, me nejt me ta, me u gëzu me ta, e me marrë ndë një foto me ta, e kështu me radhë. Prej këtyne ka sportista, prej këtyne ka aktor, prej këtyne ka ndryshëm, por pasi që po jetojmë edhe në një kohë kohë e shfaqjes e prezentimit e dukjes, edhe në këtë aspekt, edhe në këtë dimenzion, këtë fush, besa edhe jemi sprovu. Pyetja, me kana kemi qef dhe dëshirë me u taku dhe me nejt. Dhe se cili prej neve mundet me i dhonë përgjigje dhe edin këtë situatë, këtë brendësi anën shpirtnore të vetën. Pastaj njeriu edhe e shpreh këto. Nëse në ndalemi dhe i japmi vështrim vetëm se 4 ajeteve të para të surës Rahman. Allahu Azza wa Jall e qel e nis këtë sure me emrin e tij Rahman i gjithëmëshirshëm. Ar-Rahman allama al-Quran. Që kjo Allahu i gjithëmëshirshëm neve na mësoi Kur'anin. Khalaqa al-insan na kujtoi se Allahu është krijuesi i njeriut. Wa allamahu al-bayan, dhe po ky Allah është ai i cili na mundsoi që ne kemi mundësi të shprehemi bukur, mirë, komunikimin, nderimin, respektin, fjalën e tjerë. Molla Fatmiri thojza më provokoi me atë fjalën e zotnia që e ka dhënë këtë informacion filani do thotë ka pas suksese në pajtime, sa herë që e ka thonë fjalën Bismillah. Këtu mu kujtu, njoni prej dietarëve përmend kështu gjatë një dialogu, gjatë një bisede që e ka pas me dikend, edhe fjala Allah, Bismillah, pra me emrin e Allahut, është një fjalë ku Allahu Azza wa Jall e ka dallu dhe e ka veçu, ku edhe forma e shqiptimit fjalës Allah është e lehtë. Fjala Allah konstruktohet, përbohet prej 3 germave, elifit, lamit dhe ha. Po me të njëjtët germa është e konstruktuar dhe e përbame formula, sentenca islame, la ilahe illallah. Kështu që edhe në momentet më të rënda dhe më të vështira, kur gjua trashet dhe i vije koha shpirtit me u largu nga trupi, fjala Allah dhe la ilahe illallah me lehtësi mundet me u shqiptu. Allahu na boft mundur
me jetu me bismillah e në shërbim bismillahit, Allahu Azze ve Gjell na boft faqebardh. Na kemi dëshirë, apo njerëzit kanë dëshirë me qenë pranë dikujt, por mendoj që është e rëndësishme që maqpari për i drejtona vetës se Allahu me kon ka dëshirë ulvija me ndejt. Ulvija me kun e ka dëshirë, e din ulvija vetë. Por Allahu Azze ve Gjell me ko ka dëshirë me ndejt, Hasani Hyseni e kështu me radhë. Këtë pyetje ne duhet t'ja bojmë vetë vetës dhe të meditojmë për këtë, kështu që me vetë me në qëllim që ne me ukon prej tyne që Allahu Azze ve Gjell është i knaqur me neve. Nuk do të them diçka çka nuk e dini, por pja kujtoj vetës dhe po e ndaj me juve. Me dasht Allahun Azze ve Gjell, dashnia ndaj Allahut Azze ve Gjell është më e madhe, apo? Jo, ka diçka më të madhe. Allahu me dasht. Allahu na boft mundur që ne më ukon për e tyne që Allahu Subhanehu wa Ta'ala me na dasht. Nderum dhe të respektum edhe mulla Fatmir, pse më shtyni që me i thonë disa fjalë në këtë drejtim, se kom parasysh se këtu, Mitrovic dhe ju pikrisht, jeni prej atyne cilët nuk këshirni dhe nuk e kini synimin me kon te po ki dëshirë me nejt, me qëndru dhe pranë tyne tjesh, por e ki synimin dhe qëllimin Allahu Azze ve Gjell me kon është i knaqën me mu dhe unë t'jem pranë tyne. Janë ata njerëz të cilët nuk janë të njohur në mesin tonë, nevojtarët, të smut, hallëgjit, dertlit. Shumë njerëz famshëm i njohim. Kanë shtrirje, rjete, në përjete sociale e tjere, por shumë njerëz të tjerë nuk i njohim, as nuk kanë rjete sociale, as nuk janë të famshëm, nuk janë të njohur në tokë, por shpresojmë që këta njerëz i janë të njohur tek Allahu Subhanehu wa Ta'ala. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka bën një lutje, prej lutjeve që kemi të bëjmë me të varfërit, smut, fëmijët, gratë veja, nevojtare e tjerë, dhe ka thonë Allahumma rzuqni hubbel mesakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam këtë lutje bën: o Allah, ma mundësa që unë t'jam prej atyne që i du miskinët, nevojtarët, dertlit. Nga veprimtaria dhe nga puna që e kemi përcjell dhe e kemi pa, hoxha ju i nderuar Mulla Fatmiri është pranë këtyne. E i lutem Zotit Gjelle Gjelaluhu me emrat e tij dhe cilësitë e tij që Allahu t'jetë i kënaqur me te, dhe një model për neve që ne të vazhdojmë dhe të ecim në këtë fush, në këtë drejtim që ta kënaqim Allahun Subhanehu wa Ta'ala. Pejgamberi Allahu Azza wa Jall, Rasulullah i thot: wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu. Ishte një moment kur Allahu ja tërheqi vëmendjen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe tha: duro Muhammed, duro, bon sabër, me ata të cilët i luten Allahut Azza wa Jall mëngjes dhe mbrëmje, yuriduna wajhahu, e kanë për qëllim dhe synim vetëm se kënaqësinë tonë. Allahu Azza wa Jall na bof prej tyne. Andaj këshilloj veten dhe të tjerët që t'jemi pranë këtyne njerëzve, cilët Allahu Subhanehu wa Ta'ala është i kënaqur. Kemi njerëz smut cilët nuk ja ka shkel derën askush edhe as nuk e ka vizitu. Andaj nëse ne dëshirojmë me ditë se Allahu Azza wa Jall a është i kënaqur me neve, ta shohim veten a jemi na pranë dhe afër këtyne njerëzve. Ti gjindemi këtyne. T'jemi pranë këtyne, të ndihmojmë gjithë ata të cilët kanë nevojë për ndihmesën tonë. Nderuam, kemi pas mundësi me u njoft me njerëz, me u taku jo të besimit tonë, të tjerë,
ku janë pranë njerëzve. Pranë njerëzve janë. Afër tyne, sakrifikojnë. E një prej pyetjeve ishte pej dikujt se çka o puna ime cilën une angazhohem dhe përpiqem dhe jap kënd kontribut këtë çka o puna për botën tjetër. E bom shpjegimin se Allahu është i drejtë. Allahu nuk e humb mundin e askujt. Dhe gjithë atë që e ke dhe e bon, Allahu Azze ve Gjell ta shpërblen këtë botë. Po për botën tjetër, për botën tjetër është një standard dhe një kusht që duhet me u plotësu edhe me ecë vargut pejgamberve që ki ardhur deri te Isa a.s. edhe me plotësu edhe të fundit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me e besu. Dhe e besoj. E uzova shumë. Allahu akbar. E besoj dhe u gëzova shumë. Allahu Azze ve Gjell na bof për atyre që ne angazhohemi dhe përpiqemi që ta fitojmë kënaqësinë e Allahut dhe të jemi pranë atyre të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala është i kënaqur. Po e veçoj edhe hadithin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, nderum, ta kemi parasysh se dini jon, feja jon, na mëson se kjo dynja qëndron kom jo me të pasurit e saj, jo me njerëz të njohshëm, me njerëz të famshëm, por me doptit, me të ngratit, me të lishtit. Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot hel tansurune wa turzekune illa bi duafaikum. Ju keni mundësi me realizu fitoren e riskun me doptit e juj, me atë nevojtari cili ka nevoj, me atë jetimi cili ka nevoj me e përkdhel, me atë tjetëri cili ka nevoj me e përkra, andaj ne të ecim rrugës pejgamberve e model e kimi pejgamberin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pasi që jemi kështu, do të flasin edhe hoxhallar tjerë, po i largoj disa fjali dhe fjalë që pata me i thonë, po mundona me e përmbledh gjithë këtë që thash ma herët dhe këto dy tweetuj me ka ne kemi qef mu kon afër dhe ka Allahu, besoj se këtu përmblidhet në një hadith të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Molla Fatmir, sa po e kujtoj hadithin që du me përmend, e kom përmend njëherë në këtë konak, po nuk prish punë edhe njerë me përmend. Konakun po para këtyre njerëzve jo. Para këtyre njerëzve, jo. Mashallah. Sa herë që jom fokusu me veçu në një tubim, në një mezhlis, diçka çdo herë ma ka mund dhe më ka dalë mirë hadithet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam kur jom fokusu. Andaj, mirë tha Molla Fatmiri, që ki mezhlis nuk u kon, nëse në këtë konak e kom përmend hadithin, po që ki mezhlis nuk u kon, apo shumë pak pejtyni jon kon këtu, andaj e kom një kërkes mundësisht këtë hadith me regjistru dhe me na kalu neve në veprim. I dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam një dit pas namazit sabahut e bon një pyetje. Thot: Men asbaha minkumul yawma saima? Kush sot prej juve është agjerueshëm? Ebu Bekri tha: Ene ja Rasul Allah, unë jom o pejgamberi Allahut. Pyetjen e dytë: Men athama minkumul yawma miskinen? Kush sot prej juve e ka ndihmu një nevojtar? Ebu Bekri radiallahu anhu tha: unë o pejgamberi Allahut. Pyetjen e tretë: Men tabi'a minkumul yawma janazatan? Kush sot prej juve ka përcjell një xhenaze për të vorrët? Ebu Bekri radiallahu anhu tha: unë o pejgamberi Allahut.
Dhe pyetjen e katërt thot Resulullah men aade minkumul yawma marida, kush sot prej juve e ka vizitu një të smut. Ebu Bekri tha unë. Që të 4 veprime na dokën në start se të ronda pak, po shumë let është. E din se nesër është një varrim në Mitrovic. Vendos qatë dit me agjeru. Tretën, me 1 euro jip një sadaka. 4-tën, dikush e kemi në familje një të smut, apo në mahal, në lagje, ta vizitojmë. Nëse qëto 4 veprime brenda ditës bëhen, Rasulullah i thot, me gjtema'ne fimriin illa dekhal el gjenne. Kur qëto veprime brenda ditës i bën një person, veç se aj hyn në gjennet. Allahu na i mundsoft. Pej Mitrovice, pej 1988 vin Mitrovic. Shok të shkollës i kemi pas një shok i jonit të Sodolit, Sabri Jonusin. Hoxha Ekrem është shqyqyr që nuk qëlloj, se nga ti nuk muj me folë se është hoxha i joni. Inshallah vjen që tash kur ta përfundoj, kur doje në dvije. Hoxha Ekrem është 3 gjenerata para meje, herët vim në Mitrovic. Është edhe një detaj që e kom përmend të, po për shkak të kamerave nuk do ta përmendi. Po një sen tjetër du me përmend Molla Fatmir. Lirisht. Gjumon që keshe fala këto, edhe të shku për të restoranti, dikush pej gjematit tënd, e boni një bised me mu, dhe mu do kë biseda shumë e qillume, dhe i pata do pare në gjep dhe ajo në konë 40 euro, 50 euro, nuk e di. Ja kom dhonë për me dërgu dikun të ku. Në i sadaka. Të nesër men, ora 9 mëngjes, që ki Idris Qela, vëllau jon, më thiri hoqta je musafiri imi në umre dhe në nderon. Mashallah, mashallah. Kur shkum atje dhe kalum shumë mirë, dikush pej Prishtine, më thiri hoqta me 5 nëntor je musafiri imi, u tonë për umre, tash 5 nëntor. Mashallah. Dhe kur e krytëm umrën me Idris Qelen, vllaun ton, në aeroport Gjidës, më tha, inshallah në 10 orë, je prap musafiri jemi, si mos ndrojnë fjalt. Allahu nderof ty, vllaun ton Idrisin, i cili është shërbim të haxhive. Allah i dhash bereqet është në shërbim të haxhive, por po du me thonë se ardhja e ime adite për Gjumon Mitrovic keme shumë bereqet, Allahu ja shtoft bereqetin. Jo arsh mi shdojrë ngzime në të mira, unë kur vin Mitrovic knashna, se më lidhë dhe diçka tjetër me Mitrovic, por nuk ka, pasi që ka kamera, nuk do ta përmendi kësaj here. Allahu ju rujt, Allahu ju nderoft. Kisha edhe disa fjalë tjera me thonë, po menoj që e mjaftueshme është me kaq, me shumë kënaqësi, edhe në ndjath, po jap mi selam keton edhe në keton, kështu që do të ndëgjojmë së bashku dhe do të kënaqemi. Na boni halal për pak teprimin. Ja, për kondrazim. Allah nderoft. Kondrazim na ke fresku, na ke ndaru. Mikrofonin lirisht ja jap vllau ton Hoxh Bashkim Berishës. Ato afër e kemi, ka të gaditë të Hoxha Vagan, inshallah. Edhe na freskam, inshallah, jetën po Hoxha Vagan. Që e din tash për mbami qysh e lyptë, ju që kështu me të leta, ju me të... Audhu billah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu, wa salam ala rasulillah. Falenderojmë Allahu Gjellë Gjellali, jam shumë i nderuar që na mësoj Allah me konë mesin e juj. Nderuar Hoxh, Allahu nderof që na nderove. Allahu ju nderof në dunja në ahiret me xhenetin e Firdaus. Allahu nderof Hoxh, falenderoj Allahun që na mësoi të pasën krah. Se të kena njek njerë në rrjetet sociale dhe alhamdulillah është një emocion shumë i madh për mua me të pas afër. Edhe ju të nderuam Hoxhallari, ju përshëndes, Allahu ju nderof me të mira. Të nderuam vllazën
besimtar, të nderuar vëllezër musliman. Kam shumë emocione sepse na që kena ardhur prej Malësisë Gjakovës, jena ma të vëzhlit e Malësisë. E me ardhë ma të vëzhlit me folë për ma të mdhajt, vallahi është përgjithësi shumë e madhe. Po, Allahu Gjelle Gjelalu thot innama walijukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu walladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Ndimtari i ju, i thot Allahu Gjelle Gjelalu, është Allahu, pejgamberi i tina, janë besimtar të cilët e falin namazin, japin zakatin, edhe ata janë të përkullur ndaj Zotit Gjelle Gjelalu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot besimtari është si puna e bletës. Na mendojmë se mjata e bletës është ma e çmueshmja, por se ajo është ma e lira sepse helmi i saj bën 100.000 euro 1 kilogram. Helmi i bletës po bëj ka vonë ko marr vesh, po bëj ka 100.000 euro, po bëj ka kilogrami i helmit saj. Edhe dylli ato mirësitë e tjera janë shumë të mëdha. Prandaj çdo besimtar duhet të jetë si shkallon pejgamberi alayhi salatu wassalam si puna e bletës. Por kam zgjedh disa gjëra me i fol edhe kam edhe emocione sepse Malësia e Gjakovës është zona e Hasit, e Tropojës, edhe derisa ka hyrë sistemi komunist, ne jemi kanë Malësi e lidhur me Kosovën. Mas andaj sistemi komunist na ka fut Malësinë mbi Shkodrën, ndërsa Hasin ja ka bashkangjit Kuksit. Por se në luftë, do ta fillojmë me luftën e fundit, kjo Malësi ka dhënë Kosovës 72 dëshmorë. 43 janë dëshmorë nga Hasi dhe 29 janë nga Tropoja, ku shoku jem më i dashtun i shpirtit e i zemrës, Hoxha Hafizi, edhe komandanti i 26 hoxhallarëve të institutit në atë kohë Abu Hanife që jem kanë, e kena pas këtë hoxh Fatmir Recep Hasan Doçi, i cili është luftetari i parë që ka hyrë në territorin e Kosovës, ka hyrë dhe ka ndruar jetë, është luftetari i parë, këta kanë dëshmuar edhe jetë po është vëra. Okej, inshallah ka shkuar në xhenet. Se ata që vritën nuk ndrojnë jetë. Edhe një ndër arsyet që ma dën shpirti e zemra hoxhën e juaj është sepse e ka emrin atij burri, ka emrin Fatmir. Edhe Allahu Gjelle Gjelalu jo veç këtij burri, po gjithë besimtarëve ja mundsoft me pas fatin e mirë në këtë botë. Edhe nuk ka fat më të mirë se sa me kon njëri besimtar. Nuk ka fat më të mirë se sa me na mundso Allahu me kon njerëzit që i përkulën i bojnë sejdë të Zotit e jo dikujt tjetër. Edhe gjithashtu e keni një hoxh të cilin Allahu Gjelle Gjelalu një pjesë ja ka qenë në xhenet, një pjesë e ka lënë me shiju ju si xhamat edhe na si njerëz. Kështu që lutem Allahun Gjelle Gjelalu që edhe ky me bashkangjit pjesëve tjera, inshallah kur t'i vinë koha, edhe inshallah Zoti më na bashkue me pejgamberin ton Muhammed alayhi salatu wasalam, me sahabët edhe me ata burra të cilët Allah i ka lavdruar në Kur'an. Amin. Vllazën të nderuam, e filluam me atë çka Malësia e Gjakovës ka dhënë luftën e fundit, por se në lidhjen shqiptare për Zrenit, vetëm zona e Trofojës e Malësisë së Gjakovës i ka pas 6.000 luftetar, të cilët janë kanë në lidhjen shqiptare për Zrenit, edhe në 400 delegat që janë kanë në xhamin e Baraklis, aty janë kanë disa personalitete, edhe 3.000 luftar janë kanë të udhëhequr nga Abdullah Hoxha i Gashit me Ali Bernezen, me kushërinin e Dajs Babs me James domethënë. Këta janë kanë 2 komandantat e 3.000 luftarëve në zonën Krasniqës e të Gashit. Ndërsa Mahmud Hoxha nga Fisi Bytyç, ai ka pas zonën e Pukës, e të Lumës, Kuksit, Nika i Mërtur dhe deri në Mirditi ka pas 3.000 luftetarë, ka pas Mahmud Hoxha, është paraardhës kush e ka në gjuhë për Isa Hoxhën. Domethënë janë çike familje e shumë tek ne, të cilët i kanë dhënë domethënë biles kur e kanë marrë menore Hafizi Mër për Zrenin, sepse kanë dhënë edhe pala serbe, edhe pala xhontuesve, të cilët janë kanë ka luftojnë kundër Perëndërisë Osmane, kanë dhënë aq sa peshon ai pesh, ose e gjallë, ose i vdekun kemë për t'i dhënë flëri, edhe askush se ka marrë përsipër me largue prej këtij territori,
edhe me dërguhet tek muftiu i Shkodrës dhe i Ulqinit në atë kohë, edhe Mahmud Hoxha e ka marrë për sipër, edhe me 6.000 luftetarë dhe kanë kalue nga Prizreni deri në Qafëmorins 17 prita që i kanë vendosë serbët edhe turqit, edhe po s'ka guxu kush, sepse me 6.000 forca, me 6.000 kena urdhë arresti, po s'kanë mujtë me arrestuar. Edhe kanë majtë në fisin Bëtyç edhe kanë largu drejt historia shpak më e gjatë, por se shoqërinë gjetash në arkive, në gjithë dhe fotografie, në gjithë gjona, sepse sistemi komunist i ka fshin krejt të figura të cilat kanë pas lidhje me fen edhe me... Edhe vëllezër të nderuar, unë jam shumë i vogël, por kam një këshill për ju. Sot rrjetet sociale na kanë mundësuar me pa hoxhallarët e tonë dunjas, por se i kena harrua hoxhallarët tanë. Thonë ke i plak të na, kur me arabis nuk bëhet në tropoj, po edhe kështanja tropojsh nuk bëhet në arabi. Edhe populli i ka disa fjalë, dhe me dhe, fe me fe, erdhë mashallah, hoxha i madh, Allah e roj. Po, Kja bojna një ven hoxha që të? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hoxha kënë, se ka bu Unë e Allah, s'po dhja me thotë për honesën, se më duket ftesën e ku pas për një javë, 2 minuta. Pa qashtë, 2 minuta po, sa do është këthy ura me në gjezë. Na bëne Allah, vazhdoni. Mirë se keni ardhë Hoxha Krem, doktor Faruku, e Allah i zërë. Edhe Allah i shurë, sushtë. Po gjerë vleri. Ja, s'peshë. S'do këtë. Apo, Selam. mirë se të kasë Po e përfundoj. Po, vazhdo. Unë po e përfundoj vëllezër të nderuar, sepse rrjetet sociale na mundsojnë me i pa kretë hoxhallarët e botës, por se i kena harru hoxhallarët e tonë. Edhe unë i kom përmend disa, shumë pak, për cilët mendoj që ju duhet si xhamat me ju rikthej këtyne. Edhe Hafiz Ali Korça është ai hoxhi i cili ja u ka nu kufinin të thana grekve. Mullaj Idris Xhilani është ai burri i cili dihet se çka ka bën për me mbrojt tokat e trevat shqiptare. Jakub Hasibi dhe ai është një prej burrave të mëdhenj i cili dihet se çka ka bën ai burr në trevat shqiptare në zonën e Maqedonisë. Ndërsa ata çka i kena gjallë, kena në mesin tonë, nuk ja u dim sa duhet, është Hoxha Shefqet Krasniqi, Ekrem Avdiu që na erdhë tashti, edhe kam emocione të mëdha. Gjithashtu e keni Hoxhën e nderuar Fatmir Latifi, për të cilin dijani shoqyrin që Zoti ja u ka mundsuar me pas në mesin e juaj. Edhe gjithashtu mos harrojmë se doktor Xheboja ka një burr i madh, i cili ka bën shumë për këtë shtet më bën Kosova shtetin pa mbarën, edhe gjithashtu edhe ndihmësi i tij na sot muftiu Kosovë Naim Tarnava. E lusim Allahun xhelel që ata që kanë shkuar na mshim Zoti më mshur me xhenet, këta që i kena, e lusim Allahun xhelel që të na mundsoj t'ja udim shoqyrin, edhe me këto fjalë e përmbylli, duke këshilluar veten time në radhë parë që të jem unë një nxënës i tyne, edhe ju gjithsecili prej jush, me gjithë respektin çdo hoxhë i cili ndodhet në këtë dunja, por se t'ja u dim shoqyrit, t'i ndjekim hoxhallarët e tanë, sepse këta janë ata që na i din hallet e problemet, këta janë që kajnë për ne, këta janë që kajnë për hallet e xhamatit juaj, edhe vallahi ata prej s'largti e thonë një farë fjale, por se mundësit si kanë marrë nga afër, prandaj edhe lutem Allahun që t'i ruajnë hoxhallarët e juaj, hoxhallarët e tonë, edhe ju kërkoj falje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kërkoj falje se zgjata paksisht. Është mikrofoni kamerës. I dashuri Hoxha Krem, kryetari i Këshillit Bashkisë Islamin Mitrovic, është nder dhe respekt për krejt shqiptarinë, e në veçantë neve mitrovicasve që të kemi në ballë. Trujt Allahu të dhashtë ymër të gjatë, me vepra të mira e me shok cilët të dojnë për hir të Allahut, e na mundsoft Allahu e na përdort në rrugën e tij. Gjithsesi në krahun tim të majt e kam edhe shokun tim, kolegun tim, bashkëmoshatarin tim, doktor Faruk Sinonin, respekt e nder e që faqe bardh. Hoxha Krem, e lyprende që këti me gjlisi tem në odën e Bacit Met,
në këtë mekteb të bekum, që plot me krenari i përgjigjet edhe standardeve që është një gërshetim mes asaj të kaluarës së lavdis edhe së tashmes, inshallah me bereqet, po edhe të ardhmen e bekuar. Hoxh i dashur, një fjali përshëndetse, një fjalim qysh dush ti emërtu. Respekt. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Të ndëruar vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulla Fatmir, mulla Ulve, mulla Bashkem, kush është tjetër që s'po muj me e vequ, mulla Idriz, mulla Valon, Shekh Dritan, e të gjithë ju, musafir të mulla Fatmirit, musafir të këti mezlisit të bekum këto. Allah ju rujtë ju bekoft, Allah është përbleft hoxën që u bës sebeb me në taku, Allah është përbleft edhe këta hoxalar që kanë ardhë prej viseve të largëta, po menoj që dashnia dhe respekti i shkurtojnë distancat. E kam ndërmend çka kam e thonë mulla Fatmir, po du një fjali ty edhe mulla Bashkimit mja u thonë, e majnin mend se jeni matrise on, e majnin mend dhe më thonë sa të rënani Ibn Mesudi nëse zgaboj, ka thonë nëse doni dikon me e marë irnek edhe model, merë një model ata që i kanë mshel sytë, se i gjalli kur nuk o vonë më korit. Kështu që Allah ju rujtë për respektin e për dashnin, po neve që jena hala gjallë mos na përmeni as për mirë as për keq, lutë në për neve Allahu me na forcu edhe me na majtë në rrugën e ti. E kom spjegu sot në saban një hadith në xhami, e po kom qef shkurt një porosi për i që ati hadithit cilin ton e dini. Hoxalarët e din ma mirë se on, po edhe ju të në rum e keni ledzu, e keni dëgju. I përmen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 7 njerëz ose 7 kategorit njerëzve që do të strehohen në hijen e Allahut në ditën e gjykimit, kur s'do të ketë hije tjetër. Komentatorët masanejt të i marë parasysh edhe hadithet tjera kanë thonë bëhet fjalë për hijen e arshit, se Allahu hije zban. Po është pronë e Allahut ajo hije, edhe do t'jetë shumë e nevojshme me ustrehu aty edhe me gjetë freski. Kur t'i analizojsh ata 7 kategorit njerëzve, e ki njerin në pozit, e ki djalin e ri, e ki burin e pjekon, e ki shokt, e ki njeriun i cili e jep një sadaka, e ki njeriun i cili është edhe në pozicion me bo imoralitet, me të gjitha mundësit edhe lehtësimet, edhe e ki njeriun i cili qysh është në publik, që ashtu është edhe në vetmi, bile në vetmi mundohet me u bo hala ma i mirë se sa që është në publik. Kur i përmledhim krejt qëto virtyte, ton kemi mundësi ka diçka me marë prej se cilit. Kategoria e parë është prisi ose sundimtari i drejt edhe korrekt. Na sundimtar nuk jena, po se cili prej neve, pa përjashtim një tro pushtet e ka. Të pak të njemi krye familjar, e kena një mretni të vogël të shpia që aty që dikush në ngan. E kena një krye minister që i thojna gru, e i kena do ministra që i thojna evlad, edhe aty qatë qeverisje me bot qysh do të, që është razia Allahut, pa dyshim që ja garanton vetit me ndihmën edhe rahmetin e Allahut një hije edhe një freskin ditën e gjykimit. Çka është qëllimi? Qëllimi është ndërun vllazën me thonë se qaty ku të ka vendos Allahu i madhnum, që aty mundohë me fitu xhenetin, edhe nuk ka ma lehtë. Kur i marim ajetet e Kuranit, i lexojmë edhe i analizojmë, i marim edhe thonjet, edhe udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e sidomos ato pyetjet cilat ja kanë bë, përgjigjet në pyetjet që ja kanë bë sahabët, çka është mas miri, çka të çon mas shumë ti në xhenet, cila është rruga më e garantuar tek kënaqësia e Allahut e kështu me radhë, aty janë një mori përgjigjesh. Të lloj-llojshme janë, nuk janë të njëjta. Kur e kanë vetë çka më mirë në Islam, nganjëherë ka thonë namazin kohët vet, nganjëherë ka thonë diçka tjetër, nganjëherë ka thonë me e disponu vllaun musliman me ia largu hallet, qoftë edhe në kuptimin e emocionit e kështu me radhë, edhe e shohim se rrugët e hajrit, edhe rrugët cilat çojnë te suksesi janë të shumta. Nuk mundet kërkosh me i kufizu, për arsye se varësisht prej pozicionit që ka njeriu, të gjithë e kanë një synim, po për pozicioneve të ndryshme mundën me mri në shtigje të ndryshme, edhe në rrugë të ndryshme, jo me fe të ndryshme gjithsesi. Duke qenë se Allahu e ka zgjedh një rrugë edhe një fe për me të dërgu edhe me e çu njerin te Allahu, mirë po pozicionet
pozicionet e shumta janë edhe mundësit shumta, andaj të shfrytëzojmë, Allahu ju rujt ju bekoft, falenderojmë Allah fatmer për mundësinë edhe për ftesën, e inshallah Allahu këtë çast i bën të bereqetshëm. I bekum qofsho hoxha joni dashtun, Allahu dashtë të rujt. Hoxha Valan, me na dhonë një muhabet, pa tjetër, kështu të letë, kështu një pat preme, pa grime, pa sakica, tash o vokti lopcave, e kimikave, e Allah të rujtë, të gëzoft. Urna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala khayri khalqillahi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falenderoj Allahun Azza wa Jall që ma ka mundësue me u konë me një mes të tillë. Salavatet dhe salamet qofshin për pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam, të cilin munohemi me pas model njëtisë. Të nderuam, mirë tha hoxha Bashkim, në të vëzhlit kena shumë emocione kur flasmin pranit mëdhajve, po një dy fjalë do të munohna. Duke e gërshetu të kalume në teme, 36 vjetë që më kejtë, s'muj me pas bashkë shumë të kalume, po të e gërshetu të kalume në teme në fillim të feminist teme edhe me të tashmen. Në shtator 2004, kur u regjistrova në medrese, baba jam i cili ka punuar rreth 35 vite mësues i biologjisë dhe kimisë, ishi burgosën politikit të dhëtënjishës prej regjimit pushtus, po më thot Abrebir, ta është vakti kompjutera, vakti teknologjista, të hoxh, kesh ke fjallën për punë të riskit, a mund të gjojsh vetin ajo. Ke kësmet, e u bane i hoxh i vogël me një troh shkollë, ju dalë gjematit për para me qaq dije sa kam e sa ma mundëson Allah Azza wa Jall, mirë po, herën e kalume kër e më konë këtë konaktot nodhen e bacit met me ftesën e hoxh Fatmirit, u bo qysh u bo, edhe morra shikueshmëri edhe dola bukur kurioz të njerëzit me kongën e Jakub Ferrit që unë ja përshtata hoxh Fatmirit, edhe jo pa qëllim, me qëllim, se të njëjtën histori, paka shumë. Baba po më thot Abrebir, para 21 vjetë tha me pas ditë që me qësi burra renitësh, shumë ma me qeft kish në qunë me drejse. E unë jam në zonës prej largu, e kohës fundit edhe prej ngati i hoxh Ekremit, hoxh Fatmirit, hoxh Farukut, hoxh Ulvijës, e kështu me radhë, pasha Zotin me fol mas tyne, nuk ban se muj me prish. E unë veç një fjallë, po ja u thomë për me disponu pak këtë farë, më do ka si zëmë të hesapi për shka se folën hoxhallar fjallë të mëdhaja. Shkon një plak i jodni me ble një knus, një kangjë, në Preshev, në Kam, prej Shurdhanve në Malsi, të eri në Preshev, 3 sahat udhë. Shkon me ble i knus grek, i thëshmi këtu në herë knus i zi me knu gatë. E merë knusin e bjetë e shpia, pret që pëgnën të në sabah jo, dytën dit jo, vjen shtunja tjetër, pazari apet, e merë kë knusën nërë sjetë dhe shkon në Preshev, i thot Preshevarit, thot qyshëm ke dhonë knus qis kënon, tha pasha Zotin kënon, tha pasha Zotin s'po kënon, tha pepriti sabah për sabah, e tha me dvet dishka, tha he, moski tha knus 2 vjetër në koqak, tha kam, heke tha knusin e vjetër, tha kënon i revi, tha se sa t'jen knus i vjetër, tha s'kënon i revi. One, vëllaj, s'bën me knu para juve, pra Zoti ju rujt, Zoti u nëroft, one, njëkosisht Nina i privilegjum që kena dhe pjestar të ushtrive, çlirimtare të trojve shqiptare, njëkosisht duke nis prej hoxhës Ekrem, edhe kolegëve të tij, po i kena dhe kryen e majt ton, komandant të ushtrisë lavdishme çlirimtare të Kosovës, që e lus prej këtij veni, e lus Allahun Azza wa Jall që sa më shpejt çlirimtarët tanë më na u kthyn në trojet tyne. Amin. Kanë bagazh këta më shumë se unë, e unë në të hallin tem i fola këto 2-3 fjalë, duke lutë Zotin që inshallah s'kom gabu në kun,
e Allahit shëqër, i tham dit e natë që jam pjesë e xhamatit të xhallarëve të mëdhaj. E Allah në boft pasus pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në boft për atëne që e njek me udhën e tina me urtësi e sabër. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, Veç thau pasakicat është. Si s'mund të kthej atë kohën ma, kur më thojshë vlla, e thojshë vlla, kur ne u deshtëm për Allah, kur vetëm gjumina kanda, kur ne u deshtëm për Allah, kur vetëm gjumina kanda, sot një zan dyve në thret, me sym shikon, me gojs më flet. As pas kan bet një pikë rahmet, që ky hidrim me zgjat me vjet. A thu këto zemra na u janë bogur, që ndërmjet nesh kemi vëmur, nëse të dy synojmë gjennet, pse vlla atëher me pas hased, nëse të dy synojmë gjennet, pse vlla atëher me pas hased. Sot një zan dyve në thret, me sym shikon, me gojs më flet. As pas kam bet një pikë rahmet, që ky hidrim me zgjat me vjet. Allah dashja, jepja fjallën, lirisht ofër e ki hojtë dritoni, se e luj për endi, ka ardhë nga të shkruja, në gjamia Ramëracit, që faqe parë, e trujtë të gëzohë, të lëmi Allah dhe l'gjelal. Gjamia, kjo është imama të më Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kamilin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. O gjallar imamlar të nderuar dhe ju xhamat i mrekullueshëm, ju përshëndes me përshëndetje zemre shpirti, përshëndetje në banorëve të xhenetit. Selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Në fakt o xhamat i nderuar, ky ummet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka disa privilegje që Allahu Azza wa Jall e ka ngrit mbi ummetet e tjera. Ndërkohë që po bëhesha gati në një prej xhumave të dilja para xhamatit me hutben e cilësive të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, më kujtua ndërto ajeti kuranor kur Allahu Azza wa Jall i thot Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Manja men këtë ajet kuranor. Ti o Muhammed, je në morale shumë të larta. Dhe në fakt neve kemi lexuar e kemi ndigjuar këtë ajet kuranor që flet për moralin që duhet këtë një musliman, dhe Allahu Azza wa Jalla ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti je në një moral të lartë dhe na është drejtu, ne kam ardhur që t'ja përsosim moralet e juaja. Ama nuk është kjo ajo që desha të them shumë shkurt para jush. Më ka habit komente që e kanë bërë ulemat e tefsirit këtij ajeti kuranor.
wa innaka la'ala khuluqin adhim, ti je në një moral të lartë. Një prej komenteve madhështore ishte që ti o Muhammed je fi dinin adhim, je në një din madhështor. Dhe o xhamati nderuar, nëse neve i kthehemi këtij dini se sa madhështor është ky din, a mundet me thonë njëri prej nesh sa kile peshon ky din? Wallahi s'ka pesh. A mundet me thonë njëri prej nesh se du me gjetë një peshore, një kanar diku me peshu këtë fe? Wallahi s'ka pesh. Sepse nëse i shofim neve lidhjet e kësaj feje madhështore, çdo gjë, kullu shay'in yata'allaq bi hadha ad-din, çdo gjë që lidhet me këtë din është madhështor. O xhamati nderuar, hafizat e nderuar kur e mbarojnë Kur'anin dhe i jepet ijazeti, mjafton të tregojmë se sa madhështor është ky din, se vazhdon zinxhiri i tyre prej majt fundit, e taj para ti, min Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Jibril ila Allah azza wa jall. Prandaj është adhim ky din, sepse e ka origjinën zanafillën tek Allahu dhul jalal. O xhamati nderuar, për të treguar se sa madhështor është ky din, kjo fe, nëse marrim në çështje të dunjallakut, kur e shohim ndonjë ndërtesë të bukur, kur e shohim ndonjë urë të bukur, kur e shohim diçka të bukur të kësaj dunjaje, duam me pyet se kush është ai inxhinier, kush është ai projektues. Thjesht kur hyn në një shtëpi të bukur, i thua, a ban me më tregu arkitektin bre vlla, që ta baj edhe unë sikurse ti. Dhe o vëllezër të nderuar, arkitekti këtij dini, arkitekti kësaj feje është Allahu dhul jalal. Prandaj ky din është adhim, prandaj Allahu azza jall ka thënë wa innaka la'ala khuluqin adhim, ti o Muhammed jeni një din adhim, sepse ky din çdo gjë e ka adhim. Kurani është adhim, profeti jonë është adhim, Muhammed Mustafaja, shokët e ti janë të gjithë adhim, min Abu Bekr radiallahu anhu, prej Ebu Bekrit dhe deri tek më i fundit që ka ecë me të, me Resulullahin, të gjithë janë madhështor, kollozët këtij dini. Por ama o xhamati nderuar, edhe neve pasuesit e ti, inshallah jemi prej aty në adhimve që na kanë nxjerr Allahu dhe na ka dallu prej aty në madhështorëve. Beka Resulullah sallallahu alaihi wasallam çajti dhe i thanë ja Resulullah, pse po çan? Tha po çaj për vëllezit e mi. Shiko sa adhim jemi ne. Shiko sa madhështor jemi ne tek Allahu azza wa jall. I thanë as jena ne shokë vëllezit e tu? As jena ne? Tha jo, tha, jeni shokët e mi. Vëllezërit e mi janë ata të cilët do të vinë mbrapa meje. As nuk më kanë pa, zani nuk më kanë dëgju, dhe mësy nuk më kanë shiku. Ama kanë me ndjek, hap mas hapi, sikur se më keni ndjek edhe ju, prej dëshirës dhe kënaqësisë madhe që kanë në këtë din, në këtë fe madhështore. Prandaj lutë Allahun azza wa jall që të na forcojmë këtë din adhim, të na forcojmë këtë fe madhështore, dhe jam shumë i privilegjuar që sot të tregojmë madhështinë e këtij dini edhe nëpërmjet këtij mexhlisi kaq modest të cilin e ka organizuar hoxha jon i nderuar, që lut Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukur, me cilësitë të mira, të lëshojmë mbi ne hoxhallarët, ne fakirat, se ne na ma fakira se krejt xhamati, nuk e dini ju. Wallahi po. Kemi nevojë shumë për lutjet e juaja, për duat e juaja, kemi nevojë shumë për mbështetjen e juaj, kemi shumë nevojë sa mos kish pas pejgamber alayhis salam shembull si Ebu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Aliu, kur si kishte bë ball armiqve të tij. Prandaj ju jeni mbështetja më e madhe, andaj e lut Allahun që ne të na forcoje dhe ju gjithashtu. Qofshi faqe bardh dhe Zoti ju nderoj. Selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Unë dëshiroj dy personaliteteve që i kam këto, e nuk janë hoxhallar, më ja u dhon fjalën, sparin krahun tim të djathtë e kam vllahun ton shumë të dashur, Gjemnezën, që vjen për Malësisë Gjakovës, për Tropojës, bekume, për i qytetit të bukur të Bajramçurrit. Urna, fjala është e jotja.
Faleminderit Hoxh Fatmir, të nderuam gjithë pjesëmarrësit, pa veçu asnjë, e nderuar Zoti Ekrem, e nderuar Zoti Ylvi, e nderuar Zoti Idris, e nderuar Hoxh prej Kuksi, se s'po më kujtohet emri. Unë ndjena shumë i nderuar dhe i respektuar, edhe duke na prezantuar Fatmiri, mu kujtua një diçka dhe merë dhe një sekuencë në mendje. Sikur përmendni kë çdo pjesë, nga çdo pjesë e trojës shqiptare që ke marrë na, mu kujtua që na përbajmë një trup të madh të kombit shqiptar, si nëse mendojmë vetëm mirë, edhe punojmë vetëm mirë, gjithmonë dhe çdo ditë që vjen do të jetë më mirë për ne. Nëse na nuk mendojmë mirë, dhe nisur edhe nga ato që ka thënë Hoxhët këtu, që me atë mundësi në gjithë cilin kapacitetin e vetë, në peshën e vetë, du të me menu mirë, po menove mirë, ke ban mirë. Nëse të shko menja për kesh, edhe mëse banfsh, prap ke ban kesh. Une i përkas profesionit juristit, se shkenë shëqore shumë e afër me teologjin, nuk jam në i përdikus i regullt i fesë për shkak të punës që baj, e kam djalin i falë 5 vaktet, këta e njohin, por sot në jena shumë i nërrum, që jam edhe në këte odë, edhe si trashëgimtar i emni të odës, i cili më bashkon edhe një profesion tjetër që mirëna me ta, shumë respekt, pa u zgat, faleminderit për ftesën Hoxh Fatmir Latifi, faleminderit për respektin nga çdo njani me një shikim, dallohet se te unë përcjell një respekt, edhe gjithmonë për të mira u arshim në këtë odë edhe në Mitrovicën e bukur. Faleminderit shumë. I dashuri Xhem, na e kemi një fjali që e thujmi me shumë dinitet edhe përgjithësi, edhe intelektuale, edhe morale, kombëtare, gjithsesi edhe fetare. Pa Kosovë s'ka Shqipëri, po pa Tropoj s'ka shqiptari. E Allah ju rujt, e shumë respekt për gjithë. Në krahun tim të majtë, e kemi vllahun ton komandant Bacin Is nga Gollaku i shqiptarisë, nga shkolla e madhe e Zahir Pajazitit. Aty burrit të madh, dore djathtë e komandantit ton legjendar Adem Jasharit. Fjala është për ty më burr. Respekt në përgjigjet ftesës. Nëse ka mundësi që të mikrofon. Përshëndetje për gjithë. Po që jam mëshira Allahut qoftë mbi ju dhe mbi familjet e tuja. Ne luftarët e lirisë kemi përshëndetjen shqipe vëllazore jo në gjatë jeta. Mirë se të kemi gjetë vëlla Fatmir. Faleminderit për ftesën, për nderin që na ke vënë. Unë jam një djalë i Malësisë Gollakut, vepi fshatit Zllash, aty ku Shqiponjat e kanë folen. Jam luftetar i lirisë, bashkëluftar i shumë, po ushtari Zahir Pajazitit, e ai ka qenë komandant i parë dhe vëlla i pushtës e i gjakët komandantit legjendar Adem Jasharit. Ne në Gollak i kemi do oda, po jo ashtë moja, po kemi burra aty që i thojnë edhe i meritojnë me thonë të fjallë. Këtu falë shumë, edhe u diskutuën shumë sene, edhe shumë gjona që ka u cekën, po unë do shta me lidhë pak sa aty kosht, e flitet emri i të madhit Zot, edhe i Allahut, edhe flitet për çështjet kombëtare, se ne luftarët e lidhëm dyjat i kemi bashkë sikur dy dur që na i ka dhënë i madhi Zot, edhe kemi nga provojat. Hoxha Fatmir, edhe si i ri, edhe si familje që buron nga gjaku, apo themelet e shtetit Kosovës nga Drenisa legjendare,
ka dhonë edhe për çdo ditë më të mirën e mundshme për adheun, për kombin, për fejen, për gjitha ato që ka janë tjetës përditshme edhe i takojnë çdo vendi që tijet e sidomos rinis për ta kuptuar realitetin se pse jemi në sot këtu. Është e vërtet, një gjë që e ceku që ne ecim hap pas hapa, pas Shqipëri s'ka Kosovë, po edhe pa Kosovë s'ka Shqipëri. Ne jem vëllezër, edhe vim të vëllezër të madh, po ato kemi edhe amanet për i basit adem që thejke edhe shpesher e ka përsërit thot se nëna vetja ka nëna amanet, thot ka po punon në Shqipëri, se nëna jote një ditët le. E ne jemi këtu vëllezër gjithë, kemi shumë për tonë, edhe në ato, po dorë Zoti që mundi gjoki që u derë, djemë që i kemi atje edhe mohon pa drejtësisht, të vinë të kthehen pashebarë dhe të jetë në mesin tonë. Po që fatë me në faleminderit për gjitha, nuk duhet të proj ma shumë, se reni e ka këto, dëshiroj me alum fjallën dhe tjerve, po të rojtë përgëzoj edhe unë e shuj kuvend këto shumë komtarë, respekt, ndirë, derimet më të mira për adhet, Allah e bekov, Shqipërinë kombin tonë dhe gjithë. Faleminderit shumë. E rujtë Allahu Shqipërinë e trupit. Amin, inshallah, gjithmonë. Ma jep qëtë mikrofon dhe le ty fjali, nëse ka mundësi. I dashuri, shumë faleminderit për këto fjali, respekt për gjithë juve këto. Para se më dhonë fjallën dy personaliteteve që na vinë nga siguria, Zotre Leridonit edhe të njëjtën kohë Zotre Blerim Arifajt, une për me fresku, qashtu ka koincidu, për me fresku këtë mezhlis Bacit Kaplan, me një poezi, që Akademia Shkencave të Kosovës u ardhë dhe u shfresku memoria tyne nga memoria jute. Kështu ka koincidu më lakrem qëre, kjo ullën në mes të dëve, që i bije edhe simbolikisht nëse intelektualet i ngojnë të vjetrit e udhëzum me emën të Allahut gardhin sigur të kemi. Respekt. Jepja që të mikrofon. Në që vitet apriton, me adhonë. Që gjëvdi. Jepja Acit Kaplan, e pastaj Liridonit, e pastaj Blerim. O gjemot, o vlazni, o hoxhallar, që e një orë të parë. Zotë ju rujtë të tonë që jena bashkue, jo për menet madhe, as për na interes, veç për i zetë Zotit e kemi bon jetë. Çdo gjonë që për i zetë Zotit punohet, hiq pa shybe, ajo dhe Allah i dhul gjelole pranën. Ku jemër e më lafat mirë hoxha, që po të vlet fjolla, po të kalë zot doka. Ka folë Zotit ty si të parë, tonë po të rasin pajtimtarë. Lumi toka që e shkel me kom, lumi këtë me zlisë që e ke bon. Që të fjallë që ka po i thëmë, të rdu me i kalzu se këgja do vjeti kam, e moj men kur do plesë shkret me nëzin gjami që jënë shkue, më la e kremin kur për e shëpë më do këtë babën e ti jem të e po, 5 vjetë në zonë si ti jem konë. O vallohin 5-6 e folshin sabahin, kom kujtu që do mu shkim kjo dritë, së dhe alhamdulillah të natë mira dhe Allahin a i ka dhonë. Edhe një fjallë që po ta me thonë, këj popullë jonë, popullë shqiptari, të e majtë men, djallë mas djalli, gjithmonë mështë të konë shqiptari, qysh në atë kohën, senën 12, na murshkavë 18, mështë jenë konë shqiptar të shkret, mështë të konë shqiptaria, pej që u qejke Osmanlia, na u që unë emë që na murë Serbia. Ishtë dalë hoxha i mësejke gjematin, qysh me bon jetë me falë bajramin, largë e ka po që bonin, gutë mërë djallë ndash me falë bajramin, nuk jo mardhë hoxh me falë bajramin, thuj dhe Mahmetit të letë dalin, dhe Mahmetin i 3 miron, pushkën dërë të që boni shkën, nisë që boni renë për i kalëzën, e zës dita ty të ka konë, 300 shkijet kanë roprom, 30 rëpë batarit i kanë bon, krejt malin të kanë plashkit, i kanë morë 2 reja me një sabi, i kanë të fillu po i qojnë për Serbi. O, haj me det pardon, ka të unë nuk larë,
rëjni moli thërë një nol, kanë morë muzika dojre po bojnë, i kanë bojnë i breti nishon. Krejt gjemoti Hoxhës i kanë thonë, ama se vopsët me falë bajramin, ama s'demës me i roshkohut. Më se të zgota fort në falë në i që. Më së të vazhdoj, hajtë bëllë. Se shkojnë gatë këtu. Selamu alaikum. Shefat mirë Allah shëblet për ftesën, qyshta dhe liridoni për me, për në angushtën pak se na nuk kemi përgatit heq, edhe është e vështirë me full para hoxhallarëve. Plus ato të pas parasysh e kremin e doktor Farukën që para të që na kemi marrë mësim si fëmi. Tasht me do pozicione që kemi marrë, kemi fitu, kemi kry pak do shkollë do sene, prap jem në zonësat e ju falenderojmë, gjithë ju kemi falenderu, edhe ju falenderojmë vazhdimësi se jeni kontribus edhe të sigurisë, edhe nacionale, edhe sigurisë lokale këtu. Të din, bashkë me ty kemi kryu edhe projekte tjera kundër dukurive negative në vend. Kanë dhonë atë kontributin, atë bereqetin e vetë, kanë dhonë se cili projekt që kemi kry bashkë. Kemi me kry projekte në vazhdimësi. Po në deshta, qysh e din, do mon këta që edhe ushtarë të UÇK-s, edhe neve tash si politë, se njerëzit që punojnë me organet sigurisë, me të vërtet, janë do kohna, kur për i me e kem pak një farfrike. Na vdridhen kom ka pak edhe neve edhe. Po, sincerisht, shpesh na kujtoni, në qato pozicione na kujtoni jo, na kujtojnë fjallë të juve, për shembull, njëna për vlera është motivi, edhe kur tjertë se në organë sigurisë, kur punon, tjertë nuk e dinë edhe qëllimin pse për bënë, qysh për bënë, po, kur na kujtojnë edhe ligjërata juve edhe kontributi jo që keni dhënë, është motiv për neve që na me vazhdu punën. Është për shembull rasti konkret, kur i mësojshin për Hoxhës Ekrem verifikimin e lajmit, na nëse nuk i verifikojmë shumë do informata që na vinë, ishtë bërë këzë një farë hauzi ato, dhe s'kish pëditë kështë ka të qysh, po janë bazat që realisht e kemi bashku, e kemi përpjek edhe me mësimet që kemi marrë në akademi, edhe me mësimet që kemi marrë për juve. Unë sincerisht do mund të ju njoftë mirë, e di që shteti ka përfitu shumë për juve. Pavarësisht që ka herë dhe harë fjallë që po ata që së njohin, nëse din verimtarinë e juve, mundën me folë, mundën me gabu në perceptim, e kur të gabon njerën perceptim, tani gabon edhe me prim, po me gjithat, se në tash veç jenë shoshit, unë menoj që Kosova është të shku në rrugë të mbarë, sepse pa bashkëpunim me spektrin fetar, spektrin shtetëror, do më nuk ka përparim në shtet. Këto shtetet tjerave që kanë kalu ma herët, Bashkimi Evropian do më e merë si klerikat fetar, i merë si referencë për pozicione. Kështu që edhe në Kosovë ka ardhë, elhamdulillah që ardhë, edhe ku më forcu hala ma shumë kjo punë, sepse kemi edhe hoxhallarë që kanë kontribu për vendin me pushk ma herët, për tash me pashe me pend, edhe kem na tjerë që sim hoxhallarë, për që jem të kontribu edhe për vatan, edhe për fe, edhe për interes përgjithshëm. Tjerë herë, kur të më hep fjallën, cakto më pak një temë të ditë përgatit. Allah shumë levë. Vesh edhe një fjallë. Unë nuk zova që këse heri valoni nuk qaj prap në hoga tje, hoxha valan, se para këso heri kemi fillu hetimet. Këthyve kemi morë dhe Tash, para se më nakruni Ilahi Valionin, du me dhonë fjallën Hoxhës Idris Qelas, cili na vije, cili? Po, Gjali Muhamedi ta? Po, i di shumë mirë. Ja, po, kjo është e në fali, hafuzi, më lajkram. Hoxhë Idris Qela, fjalla është për ty i dashurim. E qela hje? Allahu të rujtë, Zotit të rujtë. Ja, Ilahi, ja. Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Këti muhabeti thuhet, merë të jemum kur ne kemi qesmen me uj. Mja folë para hoxhallarëve ndëruar kur ata na ka mësuar si me hec. Allah i ndëroft miftion e Bashkisë Islame të Mitrovicës, Hoxhën Ekrem. Allah i ndëroft zotin e shtëpisë, Hoxhën Fatmir për ftesën. Allah i ndëroft gjithë hoxhallarët pa përjashtim. Sepse vërtet janë ajka e çdo shoqërie.
Ai ka çdo kohë edhe është shembull që njerëzit të ecin rrugë të mbar janë hoxhallarët me mësimet e tyre. Allahu i nderoft hoxhallarët e nderuar për kohën e sidomos hoxhallarët që ne i kemi këtu në mesin ton, që kanë kontribuar fizikisht me trupat e tyre për ta shtliruar këtë vend për një arsye që ne sot jemi të lirë edhe të jetojmë të lirë. Këto hoxhallar me hoxhën Ekrem në Kryje apo hoxhën Fatmir nuk kishin vetëm dertin e vet personal, sepse po të kishin dertin e vet personal, do ikshin në kurbet siç kanë ikë moshatarët e tyre, do kishin sajuar jetën e tyre në kurbet dhe nuk kishin nevojë që të sakrifikoheshin kaq shumë për këtë vend, por sakrifikuam për ne pasardhësit e tyre që ne të jemi të lirë edhe të jetojmë të lirë. Për një këmbë të gjerë kanë sakrifikuar. Për këtë Allahu subhanahu taala i shpërblef me xhenetin Firdaus, Allah i begatoh me mirësi pafund. Sa i përket për çështjet fetare, i thanë gjitha hoxhallarët, edhe kam hasur për ja prishat e shijen e mezhlisit. Allah i nderoft të gjithë përgjithësi, Allah ju begatoh me mirësi. Allah ju ruaj. Amin. Allahu trujt ya Rabbi. Më fal, apo na kënon ilahi dashur. Kur'an ka edhe ka kënu fillim mëllake mi s'tkani. Ky ka kriteriumet këgja serioze dhe këgja i ka të vështira. Kështu që mos u tëtë aden, kështu mu mos u kështu këto. Allah. Që urna. Hajde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة كثيرة لهم فيها فواكهة ومنها تأكلون صدق الله العظيم ما شاء الله فاش مسكشير هو جل كلام الله ترويت Hoxhën Ekrem e kemi të gjithë për zamër, gjithë e ngoj, veç një herë ju më habiti ku më bërtit. Edhe, kur gjithë kanë pos këpuca ushtarake, nuk që këve që në do patikat kinës. E për mu arsyetu para komandantit Hoxhës Ekrem, u më detyru mu që fajsu të i bërtit. Allah më falë, e në u dhe zoft. Kjo është një fragment i vëtër në vitin 1998. Zoti trujt Hoxha Ekrem, dhosht, ku vetë, edhe juve gjithve këto që ka jeni prezent. Allahu ju bekoft, falimderit shumë. Qere këta Hoxha Armend edhe Hoxha Faruk këtu i kemi, po du edhe këtyre me adhon fjallën. Zoti ju rujt e qofshit bekum gjithë. Doktor Faruk, fjalla është për ty. Kënë në ilahi. Ja për ma për para kësha kënu ilahi. Se që kësha folë. Se të që tjetë. Bismillahirrahmanirrahim. Inderu me kërëtari Këshillit Bashkisë Islame, Hoxha Jon Ekrem Avdiju, inderu me Hoxh Fatmer Lativa, imami Gjamis, inderu me hoxhëllar gjitha trojeve që jeni këtu prezent, vëllezër të nderuam, sigurisht që neve si besimtar do të me falenderu Allahun me mëngjes dhe mbrëmje për begatin e sigurisë dhe gjitha të mirave që i kemi, sepse me këtë siguri të cilën e kemi e manifestojmë fejnë ton, dalim edhe palim namazin e sabahit pa asnjë lloj frige, ku para luftës e kemi pas frigen me dal prej pjesgaverave, prej pushtusit,
Mirë po tash jemi në liri, elhamdulillah, që e falenderojmë Zotin, po të njëjtën kohë i falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe bëjmë dua për gjallët dhe të vdekurit që kanë dhënë kontributin e tyre që neve sot jemi këtu me këtë liri dhe me këtë gëzim që po e manifestojnë së bashku. Padyshim që besimtari në jetë duhet të jetë modest, duhet të jetë shembull i mirë për gjithë njerëzit. Edhe për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasalam po thot, imani është 70 sa dek. Më e larta prej saj është fjala la ilaha illallah, ndërsa më e ulta prej saj është largimi ndonjë pengese për rrugës dhe buzëqeshja në fytyrën e vllaut ton besimtar është sadaka. Prandaj kur i shoh gjithë këto fytyra të cilat janë të gëzuara me këtë pozitivitet, ne si besimtar duhet mundohemi që edhe jashtë xhamisë të bëhemi shembull të mirë dhe të japim një model me të cilën njerëzit të tjerë kur na shohin e dinë se neve jemi që ndjekim rrugën e Zotit dhe udhëzimin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Para disa ditëve e lexoja një tregim shumë interesant. Po kam dëshirë me nda me juve. Njëri prej besimtarëve i cili është në një aeroplan që udhëton të një linjë të largët, e kishte afër vetes një njeri i cili i kishte vendos disa syza të zeza edhe plante. Pasi që filloi udhëtimi, ky besimtari i cili është i zgjum, i ardhi ushqimi dhe filloi me hangër atë ushqim që e kishte. Edhe e mori një mollë po e run për këtë njeriu i cili ishte afër tij, edhe sipas gjitha gjasave ishte jo besimtar. Ky besimtari e kishte dertën e tina, mos pe ka plan uria. E kjo është edhe derti muslimanëve. E kanë dert çdo herë për fëmijën e tij, për të afërmit e tij, për njerëzit përgjithësi që me kënd kujdesshëm ndaj tyre. Pasi që udhëtimi ishte i largët, qohet prej gjumi, edhe pi i thot ky besimtari, merr këtë mollë, haje largo urin. Pasi që e merr këtë mollë, po fillon edhe po e pyet çka jeti, thotë unë jam besimtar, jo musliman, jam njëri që adhuroj Allahun xhelle xhelalu. Edhe habitet me këtë sjellje kaq të mirë, sjelljet besimtarit shembullor. Pasi që e merr atë mollë, e han, edhe i thot unë tash kemi me zbrit, ky shkon rrugës vet, edhe ky besimtari shkon rrugës vet. Mirë po, nuk përfundon këtu. Pasi që ndonë prej udhëtimit, shkon çdo njëri në rrugën e tij, vjen koha e haxhit. Kur vjen koha e haxhit, i njëjti besimtar e pa njëjti person që kishte pa në aeroplan. Po i thotë ti çka po don këtu? Thot molla jote u bosh kaktar që sa do njëm këtu. Sjellja jonë ndërun vëllezër me mësime të mira, duke ndëgjuar hoxhallar ton, duke e praktikuar në formën praktike ato mësime që i marrëm, që të jemi shembull në institucionet ku jena, në venet dhe profilet me të cilat neve i mësojmë dhe i thrasim tjerët, që të bëjmë shkak edhe sebeb që edhe tjerët të futen në rrugën e Zotit, ta fitojnë xhenetin e tina. Allahu ju shpërbleft për vëmendje e dhash Zotit që takimet e tilla të shpeshtohen më shumë edhe me neve edhe me hoxhallar tjerë. Allahu nderoft edhe herë faleminderit molla Fatmir e Zotit nderoft. Ndërsa tash fjalën ja dorëzojmë vetëm hoxhës Sarmand. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të nderuar vëllezër besimtar, fillimisht e lypran me përshëndet hoxhallat prezant, duke u pe hoxhës Ekrem Ylve bashkem dhe gjithë me radhë, dhe pastaj Nikocirin e cilën e përshëndes dhe e falenderoj, njëjtën kohë me thonë që po xhelozoj fetarisht nuk është në rregull, mirë po lakmi po të marr hoxh. Alhamdulillah. Allah të dhash sukses në këto takime, edhe po e lakmoj edhe xhamotin tan. Shumë bujor po të përkrohen, Zoti i shpërbleft dhe dhash suksese. Andaj me të shfryzu Zotin në rrugë ti është kogja mirësi e madhe. Dhe në këtë drejtim llogarit është ndihmëtar i dinit Allahut. Andaj këto organizime do vërtet janë për me i përshëndet. Qëllimi i organizimet e tilla dhe të ngjashme është mbi të gjitha me mësu diçka për fenë Allahut, respektivisht me mësu diçka për Allahun. Andaj të mësuarit për Allahun dhe rreth Allahut është ditoria ma fisnike që dikush mund me mon këtë dunje.
edhe të mësuarit e kësaj diturie e bën zemrën e një individi, respektivisht zemrën një besimtari, lehtë të nënshtruar ndaj Allahut, me lehtësi i bindet atij, me lehtësi i braktis mëkatet dhe me lehtësi që në vend urdhrat e Allahut. Andaj të nderuar një koqer që një këtu xhamati Hoxhës Fatmer dhe Hoxhallar, e shoh se tash jemi duke hyrë me një sezon ku koha është me bollok për shkak sezonës dimrit apo llogaritjes dimrore, dhe ju ftoj që të organizoni ndaja të tilla duke ftuar Hoxhallar që të mësojmë rreth kësaj dije shumë fisnike. Po thot të nderuar vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam me një hadith i cili thon fund kurzuese, kujt Allahu ja dën të mirën, ja mundson me kuptu fen. E të kuptuarit e fesë, vëllezër besimtar, nuk mësohet përveç se duke qëndruar para hoxhallarëve. Andaj, shfrytëzoni sezonin e dimrit, vëllezër besimtar, mësoni për fen Allahut prej hoxhallarëve, për atyre që kanë kuptu fen prej burimeve të shëndosha. Andaj, kur zemra ushqehet me burime të shëndosha, me Kur'an dhe Sunet, me lehtësi do nështrohet Zotit. Andaj lutem Allahun që Allah të na jap zemra të shëndosha, lutem Allahun që na lehtëson rrugtimin tonë drejt xhenetit, e inshallah takohemi vazhdimisht në takime të ngjashme për shkak se zemra ka nevojë për një ushqim të tillë. Zoti shpëlbej Hoxhën Fatmer dhe juve xhamat e na bëni halal nëse e zgjatëm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam. Allah shpëlbeft Hoxha Armand, Allah shpëlbeft doktor Faruk. E vërtet çka tha Hoxha Armendi, se nuk është e rastit që kemi fillu sot me këtë cikël të ri në kohë dimërore, kur koha është me bollëk, edhe pikërisht ka koinciduar dhe kthimi i orës. Inshallah Zotin e bereqetin këtë sezon, në mënyrë që të përgatitum të presëm muajin e shenjtë Ramazan, me paqe, me dashuri, me respekt e siguri, me mundësi e knatësi, veç Allahun ata falenderojnë natë e ditë. Koha i kindis është fiks edhe një qerek ore prej tash. Unë para veti kam edhe dy personalitete, të dytë e kanë në një koincidencë të përbashkët, davetin, aktivitetin, angazhimin. Është Baca Imer, i cili na vjen prej Gjilanit, du t'ja dhoni fjallën edhe gjithsesi ofërti vëllaut Hasan Shahin Vitakut. Respekt për të dy personalitete që i kam këtu. Edhe pastaj vllazën të dashur, do ta mbyllum me siguri se vllajun Enfali Hafezi do të na këndon Kur'an që me tamam me fillu edhe me përfundu, me nis edhe me bitis me fjalë të bukura të Allahut Dhul Gjelal. Respekt për të gjithë. Ka mundësi Hoxh bashkim? Ja, ka nevojë për kamerë. Po. Duhet me marrë se zonën nuk e menash. Deshta t'ju përshëndes të gjithëve, pa dallim, e falenderojmë Hoxhën që u bë shkaktar për këtë tobim. Unë punoj në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit, edhe i shoh shumë dukuri të cilat ka nevojë edhe mundet populli jonë me rregullu. Sidomos, me miliona euro shkojnë në Maqedoni. Kur kena mundësi me ndërtu një spital në vendin tonë, edhe ka biznismen cilët janë të interesuar për me dhonë, mu pajis me aparatura cilat jo me shku shembull me kry shërbime jashtë shtetit dhe ato mjete moderne atje. Tjetra është, shqyqypi Zotit tash kena kuadra edhe doktora dhe motra cilët i farin 5 kohë namaz. Nuk jam ka hoxhallar, duhet ketë edhe numër. Mirë po një numër shakena kuadra në zonë sa shumë taft drejtohen në këtë drejtim mjekësise. Kena nevojë shumë për doktora. Shumë reparte mbyllen. Sa për ilustrim për jap një repart urologjisë në Gilan, një doktor del tash në pension, na jetë një urolog.
pacienti do të më pi Gilanit me kry një shërbim Prishtinë. Ai pi Pezë do të më me kry. Do thot kesh menaxhimi e ka prun Kosovën këtë gjendje që nuk ka planifiku se sa doktora i dohen Mitrovicës, çfarë profile. Shembull, unë kisha mendu se ma shumë na dohen kuadra shembull ndrejtimin e ginekologjisë ku për fat në Gilan, kreti kena femna shapunojnë ginekologji përveç një doktor është moshkull. Fal njerëzve që i kanë quhe, bile kena për fat është gruaja ati doktor Jetonit, kunota e Mullarem Zijes, është edhe me mboles, edhe një profesioniste e mirë, edhe ku krejt do thot muslimon të lypin ato me që gruan me kry një shërbim të ajo. Unë e kisha mendimin se duhet të marojmë edhe shkolla, edhe spitale, ani privat në të maron. Mirë po në të afrojnë shërbimit dhe qytetarëve që parët në tjesin dhe na në Kosovë. Ka që pata falinderit. Urna i dashur e Paci Hasan, se nuk kemi edhe. Selamu alaikum. Ju përshëndes të gjithëve, jeni të mrekullueshëm, mashallah, elhamdulillah, ke Allahit. Knacit madhe po ndi që mesin e juve që patë rast mu pa me këta njerëz kaq të mirë, edhe mashallah mulla Fatmiri e pas ka një shoqëri jashtëzakonisht mirë. Jemi krenarë që ju kemi juve, ose ashtu. Une kom që ka me folë mirë po, për shkak kohës, po du vesh 1-2 thanje të shkurta mi u tregu, ndjedhe me këtë të që ka u folë këtu, edhe me u gjallar të nderu po, edhe me tjerë, po du mi citu 2 thanje t'i bën Kaim El Gjevziut, këni një për të me siguri, një djetari malë, në zansi ma i mirë i bën të imis. Ka thonë kështut, thot, vlerën e njerëzve të mirë, javdin vetëm njerëz të mirë. Sa mirë, shkort një fjali. Vlerën e njerëzve të mirë, javdin vetëm njerëz të mirë. Kjo është një thanje. E dyta, thot, sa ma shumë që i robi Zotit, bën vepra të mira, vepra fisnike në dynja, aq ma shumë Allah Azze ve Gjell jasgjanon vend e tij në xhenet. Pra vllazni, inshallah Zoti dën që dhash Zoti, që ashtu gjithmonë të jenë bashkë, të afruar dhe të bashkuar. Edhe këto fjalë që ka një për xhallarëve, inshallah i konkretizojmë edhe i zbatojmë në vepra, në jetë. Sikur që tha edhe ai Hoxh Dritoni në Polsej e përmend një sen që ato shumë shpesh e përmeni, domthon shembull e kem model pejgamberin e Zotit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur i ka thonë Allah Azze ve Gjell thotë ti me të vërtetë o Muhammed je në shkallën më të lartë të moralit. Mashallah. Edhe një hadith për ja thëmë edhe pe kry inshallah. Ebu Derda transmetoi për Ebu Derda në hadith kur aty e ka cek pejgamberi shumë mirë karakterin njerëzor. Thot as një sen këtë botë nuk ka me peshu ma tepër, e marrën në peshorën, edhe mizamin e Zotit, thot që lanë ditën e kiametit sa karakteri mirë i muslimanit. Dhe me të vërtet, thot Allahu e uren të pa moralshme dhe fjallën dytin. Inshallah jem njerëz që ke moral, edhe sjellje, edukat, edhe me këto vallaj bilaj kemi arrit shumë në jetë. O qashtu, a na bëni halal. Shkurt i rarë, që në bu. Zët i rujt, ja Rabi. Nuk kam qore qatë mikrofon me more, tani e në folë. Një detaj të vogël, se e lyp rendi është koincidenca në kohë reale, më da. Vitin 1995, Hoxha Ekrem ka qenë student në Medinën Munewware. Edhe rastit me konë këtu në pushim, edhe shkojnë Gjakov me një grup të madh të Mitrovicalive, me ta edhe Hasan Vitoku. Edhe ata, masi Hoxha Ekrem ligjeran, ja e fjallën Hasan Vitokut. Edhe Hasan Vitoku, si para 30 vjetë, si që tash... Si e ti i pare që ja e fjallën. Unë jë mësu pejteje. Edhe masi doli për ti mezlisi, thëjnë, na ka knoq Mulla Ekremi, qëhet njoni, tha, kur gjusu konë Mulla Ekremi, që a i shkoni farë Mulla Hasani. Kështu që, më shëni kusurë, se unë jë mësu për Mulla Ekremit. Kështu që, apet po këthet të Mulla Ekremi. Allah i rujt. Mulla Hasan të këna usnaki. Hajde në falë. Përfundona,
këtë me xhiles me surën El Anfal, Allahu dashur, cilën dush surën. Je ka mëndoni shumë ri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Allahun dhul gjelal për të gjithë juve këtu, Hoxh Ekrem, Hoxh Ulve, Hoxh Bashkim, Doktor Farok, Hoxh Armand, Hoxh Idris, Hoxh Valan, Hoxh Dritan, Hoxh Muharrem, është një Hoxh Muharrem këtu dikon është, po pasha zote që? Mashallah, Allah e rujt. Nuk të kam harru, po përfatësuesi juve biologikisht e keni këtë Hoxhën Idris. Allah e rujt. Qashtë është, një për shpije kanë thonë këtë nere. Ashtë është. Zotëri Gjem, faleminderit shumë, respekt. Edhe gjithë ju këto që jeni prezent, Allah i shpërbleft, i madhe i vogël, plak e i ri, kreq na jemi shqiptari, në rrugën e Zotit me paqe, me dashuri, e falenderoj Allahun shumë dhe fuqimisht për të gjitha këto mundësi. Deri në takimin e ardhshëm me 28 nëntor, ditë e Gjuma, me emrin e Allahut do ta kemi një tribun së bashku me Hoxhën Ekrem këtu në xhamin tonë Shqipël për shënimin e asoj ditës të madhe, kontributit të madh të hoxhallarëve, ulemave, muezinlarëve, besimtarëve në çështjen kombëtare, formën dhe mënyrën më të mirë të mëshme. Zoti ju rujt. Faleminderit shumë deri atëherë, ju lëm mëshirën e Allahut, i cili as nuk harran, por as krahun i madh i Zot as kujt kur deri në kiamet nuk ja lëshon. Selamu alaikum wa rahmatullah.